Çfarë do të bëjmë sot? Atëherë pash një recetë e Elisabeti edhe doja ta provoja sepse kuptova që deri sot e kam bërë gabimisht. E kam përdorur qumësht lope, por do të përdor qumësht i kondensuar. Atëherë do të bëj një Nescafe. Mund të tregoj edhe reagimin se mendimi i pat vjera për këtë kafe. Ujin e ftohtë. Deri këtu kisha qenë sakt, kisha bërë gabime më tej. Edhe bëjmë shkumën. Atëherë unë këtë e bëj deri në atë pikë si ato vezët, e di që i kthej nga sipër kështu edhe nuk bien poshtë. Më pas vazhdoj me tjetrën, të hedhi milkin e kondensuar. Në fakt më ka dalë shumë shkum, po gjithsesi. S'ka gjë. Vjera ime po thotë që e kam shëndoshur me këto eksperimentet e mia. Palestrën Amis nga shtëpia. Ashtu qumë. Tani se qa ndodhi këtu, nuk e di. E nisa, I need your help. Mi iku kretë shkuma. Dërsa te tjetra nuk ka iku shkuma. Që do të thot, diçka dhe ta kem bërë gabim. Po s'ka gjë, ta jo që ka iku shkuma, ja japim vjerës, te kjo me shkuma. Te kjo me shkuma mbajnë për vejtë. Nëse për qaka. Jam gjoj zoti, iku shkuma dhe te imja. Salted caramel. Mami, a do tatën me salted caramel? A do me një kështu tamël? Receta përfundoi.